Kjo gjenerata parë GLE-s është më e bukur se e dyta. Tani ta marrim i xhiro GLE-n 63 S kupe. Kështu nuk është edhe aq keq në përgropa, se duket shumë e modhe, e fortë, sikur do jetë. Po janë shumë tërhaqme, për ne thash ka qenë janë tërhaqme, shpejta, i fut në çdo lloj terreni, a kupto, dhe janë edhe agile. Edhe atë tjetrën që ke pas, së e ke pas? Po kur ta marrësh, e merr se merr hiç çam e marr. Po gjatë gjithë eksperiencës që ke pas 4 vite, kështu si të ke pas kostot e mirëmbajtjes, se ke pas ndaj problem me ndaj gjomë edhe? Asnjë lloj problemi, makinë më të marrë, pa kam pas marrë edhe me pak kilometra, me 40 kilometra. Përgjigjet edhe G-ja me monoblok. Në Sport Plus i bë këto downshiftat vetë. Mjetë, i kem pas qef edhe unë për herë këto. Se këtë gjenerata parë GLE-s është më e bukur se e dyta. Kjo duket më agresive kjo. Kjo po agresive. Për herë, që kur pa të dalë, më e mirë se X6 apo e po, në përpamje. Se këto kanë ngjona të tjera pastaj në interior e kanë lënë si shumë të vjetërsume këta. Qa viti është kjo? 2017. Po me pa këto butonat e këto këtu, duket si me qenë...